me BKH, të futen të bëhen të infiltruar tek persona që vjen votën dhe vazhdoj të këmbgul tek pjesa tjetër e krimit elektoral. Po. Pra, sepse po të shikosh çfarë ka shkruar OSBE-u deri, qeveria dhe administrata do vazhdoj punën që ka bërë historikisht me krimin elektoral, do shfrytëzoj administratën publike, do shfrytëzoj naftën, do shfrytëzoj punojësit. Pra, reforma drejtësi ka dështuar për të garantuar zgjedhje. Po nuk ka të pamundur, përderisa nuk ka vullnet nga qeveria për të respektuar ligjet gjatë zgjedhjeve. Edhe nëse SPAK-u do të ketë do bën një shembull tjetër, krimi elektoral është aq i përhapur në të gjithë bashkitë, në të gjithë administratën, saqë është e pamundur që kjo punë të zgjidhet me SPAK-un. Për shembull, un kam informacione që ka kapësh ti këtë si në kushtet e flagrancës. Por pa diskutim që opozita po krijon një rekord me të dhënat kush po i bën këtë. Gjithçka që lidhet me përdorimin e aseteve publike. Dhe patjetër që pas 11 majit të gjitha do të kalojnë sit. Po pas 11 majit është bërë fakti kryer rezultati. Sonila, më beso, kam parë gratë moshuara, pensioniste, me 60-70 lek pension të vjetra, që thurin çorape në rrugë për t'i shitur. Kam pa gjyshe që shesin banane për të përballuar jetesën. Kam parë prindër, kam parë të moshuar pa fëmijë që nuk i kanë. Dhe realiteti është krejt ndryshe. Është një realitet ku programi i Partisë Demokratike ka ngjitur. Të themi kështu rëndom. Ka ngjitur dhe qytetarët po do votojnë masivisht. Nuk ka, unë jam i bindur në këtë gjë, nuk ka manipulim, përdorim administrate publike, nuk ka para, nuk ka bandit që mundet këtë radhë të ndryshoj rotacionin, të ndryshoj nevojën për rotacion. Kështu që në këtë aspekt kam përshtypjen që patjetër që drejtësia duhet bëj punën e vet. Patjetër që OSBE diri duhet ti evidentoj të gjitha gjërat. Dhe por ama me rënien e garancive që Rama kishte, ajo që thash më përpara, me rënien e garancive që Rama kishte që mund të bënte çfarë të donte dhe më pas të njiheshin zgjedhjet tashmë i kanë ratë gjitha garancit. Po, kjo është e rëndësishme, rënia e garancive është e rëndësishme. Në këtë aspekt nuk ka. Çfarë do që ai të bëjë për të manipuluar nuk shpëton dot. Sepse është dhe kjo formulë tjetër, gazetari Alba Kepi na ka informuar gjatë ditës së sotme për një skandal me ambasadën shqiptare në Rom. Më pas do të shohim çfarë ndodhet edhe në Greqi. Mund të ndihmoni pak me tetën? Automjete me targa diplomatike të ambasadës shqiptare në Rom mësyn Italinë, me lista patronazhimi e forcën e qeveritarit. Diplomat shqiptar pretendojnë votën për Partinë Socialiste tek emigrantët në vendin fqinj. Në këto ditë të fundit të afatit kohor për udhëtimin e mbërritjen e zarfeve të DHL në KQZ, automjete me targa diplomatike shqiptare janë ofruar të tërheqin zarfet pranë banesave të shqiptarëve në vend të postës private. Emigrantët shqiptar me banim në komunat e rajonit të Lacios, Rom, si Capena, Montorotondo, Mantena apo në lagjet romane si Torre Angela, Casilina e tjerë. Grote Qeloni e të tjera në kufin me to shprehin me shqetësim se një automjet me targ CD 0201 AA i ambasadës shqiptare në Rom ka kërkuar takime me familje emigrantësh shqiptar, duke influencuar votën e kërkuar që zarfet e DHL-s t'u dorëzohen atyre. Verifikimet e bëra rezultojnë se ky automjet i përket një personi që ka vetëm pak muaj, që është punësuar në ambasadën shqiptare në Rom, e pas shumë vitesh që jeton në Itali në një qytet mjaft të famshme për turizmin botror. Faktet e sotme vërtetojnë se ky punësim ka ardhur me detyrën për të punuar për Partinë Socialiste brenda një strukture diplomatike siç është ambasada. Burimet bëjnë me dije se diplomati në fjalë ka një bashkëpunim të ngushtë me qarkun e Lezhës e eksponentët kryesor socialist në këtë territor, Pier Ndreu e Ulsi Manja. Romiri, ky është raportimi i Albës, dëgjoja sot, ta dëgjojmë vetëm pak edhe Franc Nurin, i cili ka folur sot, drejtuesi i Departamentit Drejtësisë Partisë Demokratike, çfarë po ndodh me votën e diasporës në Greqi. Ndjekim pak. Në lidhje me rastin e Kretës, që është një krim zgjedhor që po ndodh dhe ka ndodhur përpara disa ditësh, ku publikisht disa individ të caktuar që pretendojnë se janë dhe përfaqësues të OJF-ve apo të shoqatave ndryshme aty, në rrjetet sociale Facebook e kanë dalë dhe kanë thënë hapur që kanë patur marrëveshje me DHL-n për të tërhequr me 10 zarfe. Ne presim që SPAK të ketë nisur tashmë hetimin kryesisht për këtë ngjarje, por dhe nëse nuk do ta bëjmë, Partia Demokratike do të dorëzojë kallëzim penal.
Se përdoren të gjitha format. Në fakt, po ja një rast flagrant që SPAK-u mund ta kishte nisur. Unë e shoh pak ndryshe, unë e shoh si një mosbesim, domethënë drejtuesit e Partisë Socialiste, patronazhistët e Partisë Socialiste në atë kalkulimin e votave të tyre që kanë bërë dhe apo në atë diktimin e votave apo llogaritin e votave të tyre nuk kanë besim që këta njerëzit që ju kanë premtuar votën apo që mund t'ja kenë bler, mund t'ju ja japin vërtet. Dhe tani çfarë po bëjmë, po angazhojnë edhe selit diplomatike që të shkojnë t'ja marrin votat atje, që të jenë sigurt që ata po votojnë dhe mund të votojnë për ta. Besim s'kan fare me të drejtën. Nuk janë të bindur. Nuk arrin dot që janë 250.000 vota. Sigurisht. Në diasporë që Partia Socialiste domethënë ta arrijë që të manipulojë. Shqiptar që nuk kanë në diasporë familjar, nuk besoj se ekzistojnë, të gjithë flasin me familjarët. E dim se çfarë thonë. Unë po jap në të gjithë llojet e përpjekjeve që po bëhen. Pra, unë besoj që nuk e përligjin, nuk kanë për ta përligjur. Ndoshta është përligje asaj deklarate të Ramës që qëllim ka përligjin procesin, po në fund fare nëse procesi prodhon rotacion, normalisht, s'besoj se edhe këta të opozitës do dalin ta kundërshtojnë. Në mos ka arritur aq thellë manipulimi zgjedhor, atëherë është nëse do lihet Shqipëria në mes të Europës, të shkoj drejt një regjimi, një diktature, atëherë na rrofnet, marrim dhe ne valizhet dhe të ikim. Por unë dyshoj dhe për një gjë, sepse ndërkohë që po diskutonim, po hapja dhe titujt e medjave, Rama sot, domethënë pak më parë ishte në Kukës. Dhe di çfarë u thot kuksianëve dhe shqiptarëve? Ne do fitojmë, thot. Shikoni sondazhet. Sondazhe. A kupton, nuk I thot do shikoni po shikoni sondazhet se do fitojmë. Është fiksi puna e asaj, ka qenë Barsaleta me Nusen, që nuk keni pse shikoni Nusen, urdhroni shikoni fotografinë. Këtë po bën Rama dhe unë prandaj shoh një situatë, domethënë që Grigelsi në fakt më ka bërë përshtypje diçka, ndoshta është duke justifikuar edhe zoti Rama në mungesë të bilancit, në mungesë të figurave, I ka zëvendësuar tashmë me meme e kështu me radhë, ndoshta për të justifikuar atë marzhin e cilin nisi me 115 deputet të sigurt që deklaronte para 3 muajsh në 71. Po patjetër se edhe gjithë kjo pompozitet që filloi Rama zgjedhjet në ato momente gjithmonë ka synuar të mbizotroj me konceptin që ne jemi fituesit dhe do kontrollojmë, unë kam pushtetin, do ju kontrolloj, unë mund t'ju ndëshkoj, unë mund t'ju arrestoj, unë mund t'ju jap mundësi të fitoni para, unë mund t'ju jap mundësi të organizoni trafiqe të jashtëligjshme. Dhe ky është konteksti se si e ka mbajtur Rama. Dhe gjithmonë ka patur këtë garancinë. Dhe besimin që e jepte ndaj gjithë njerëzve është që unë ja u bëj gjitha juve, dhe ju s'keni ku të shkoni, madje kam dhe garantin. Që pastaj mua më legjitimon se ku kam dalë burri mirë. Rënia e garantit ka vënë dhe vetë Ramën në panik, sepse dhe njerëzit e kanë perceptuar këtë përqasje të ndërkombëtarëve ndaj Ramës. Po ta shikoni me kujdes, besoni ju që Rama nuk do donte të ishte tek varimi i Papës ku ishin gjithë zyrtarët më të lartë. Me që Rafael pse nuk ishte Romero, morë vesh? Jam shuajtim. Pavarësisht asaj që ai e përgënjeshtroi se ta dikush aludoi që do isha në një tjetër takim dhe përprisje, patëm informacion se nuk ishte. A mendoni që si ka luajtur të gjithë gurët për të qenë aty me Donald Trump dhe me drejtues? Të gjitha do I ketë. Shiko, ka kohë që domethënë nga kryeministria ne nuk mund të marrim informacion sepse është bunkerizuar gjithë informacioni, por nga ajo që dim është që ka pasur disa takime të tjera. Nëse në të rast ishte në ceremoni, ka pasur takime të liderëve në Francë apo në Gjermani, ku siç dihet protokolli vendos ato kushtet e veta dhe limitet e veta ku mund të afrohet një lider apo një tjetër, sepse nuk është, duhet ta kuptojnë shqiptarët që në këto lloj evenimentesh nuk është se çdo kush mund të kalojë aty para Donald Trumpit, t'i japi dorën dhe të tjera me radhë. Tani kujt dihet që protokollet e liderëve botror kanë vendosur që kufizimet e tyre për individ të saktuar. E qartë. Ma ktheni pak Arben Lushen. Arben, se jam ke diaspora e Shkodrës, çfarë informacionesh keni deri tani? Deri tani kemi informacionet që e gjithë diaspora e qarkut të Shkodrës votojnë Aleancën për Shqipërinë Mallshtore. Votojnë Vilço.
Votojnë Binçe, keni pasur ju sinjalizime lidhur me këto që se ne sollëm disa denoncime që ka bërë Partia Demokratike, Franc Nuri, apo edhe gazetari Alba Kepi, ka dhe të tjerë që na shkruajnë. Mua vjen për ditë mesazhe, në fakt, sidomos problematika e mosgjetjes së zyrave të DHL-s, në fakt. Por nuk e di juve çfarë problematika shikon ardhur.